Sot është heshtje zgjedhore, ndërsa të dielën e 9 nëntorit, rreth 334.000 votues të 5 bashkive do të votojnë për të zgjedhur kryebashkiakët e rinj. Në Vlorë, numri i qytetarëve me të drejtë vote është afro 172.000, në Berat mbi 82.000, në Cerik afro 39.000, në Mat 29.000, ndërsa në Tepelen 12.000. Ndërkohë policia e shtetit pritet të vendosë në praktik masat që kanë ndërmarrë për mbarvajtjen e procesit të votimit. Në total do të jenë 612 punonjës dhe automjete policie që do të angazhohen për mbarvajtjen e 473 qendrave të votimit dhe 9 objekteve të KZAZ-ve, si dhe për shoqërimin e materialeve zgjedhore. Siç është njoftuar, strukturat e posaçme hetimore të policisë do të monitorojnë çdo tentativë për tjetërsimin e votës. Procesi zgjedhor në Mat, Cerik, Berat, Vlorë dhe Tepelen vjen si pasojë e vakancave të krijuara në drejtimin e bashkive përkatëse dhe synon të rikthejë përfaqësimin lokal në këto zona.